Tre shenjat më stratege të horoskopit. Në vend të parë, Akrepi. Akrepi konsiderohet një nga strategët më të fuqishëm të horoskopit. Ai ka një intuit shumë të zhvilluar dhe di të lexojë njerëzit me lehtësi, duke kuptuar motivet e tyre të fshehta. Akrepi nuk vepron kurrë rastësisht, çdo hap i tij është i menduar mirë dhe shpesh i planifikuar për një periudhë të gjatë kohe. Ai preferon të veprojë në heshtje duke mbledhur informacion dhe duke pritur momentin e duhur për të hedhur. Forca e tij qëndron tek durimi, kontrolli dhe aftësia për të kthyer situatat në favorin e tij. Në vend të dytë, Briciapi. Briciapi është strategu i ndërtimit të qëndrueshëm dhe afatgjat. Ai mendon gjithmonë për të ardhmen dhe planifikon çdo hap me kujdes dhe logjik. Nuk i pëlqejnë rreziqet e panevojshme dhe preferon të ecë ngadalë por me shumë siguri. Briciapi ka aftësitë e jashtëzakonshme organizimi dhe disipline, duke e bërë shumë të fortë në pozita drejtuese. Strategjia e tij bazohet në punë të palodhur, përgjegjësi dhe vendime të llogaritura. Në vend të tretë, Virgjëresha. Virgjëresha është strategu analitik i horoskopit. Analizon çdo situatë deri në detajet më të vogla dhe nuk i shpëton asgjë nga syri kritik. Vendimet e Virgjëreshës bazohen në fakte, logjik dhe përvojë, jo në emocione të momentit. Di të përgatisë plane shumë të sakta dhe efikase.